Komuna e Tetovës në bashkëpunim me Saubermaher nis aksionin për pastrimin e mini deponive të krijuara në disa pika nëpër rrugët e Malit Sharr. Krijimi i deponive nëpër Sharr vitin e fundit është reduktuar tej mase, megjithatë, ky fenomen vazhdon edhe më tej të jetë prezent. Kreu i komunës Bilal Kasami ka apeluar banorët që të mos krijojnë deponi të këtilla nëpër rrugët e Malit Sharr. Komuna punon në mënyrë permanente për zgjidhjen e këtij problemi. Për momentin punojmë afër me ndërmarrjen private Saubermaher që të bëj grumbullimin e rregullt dhe në kohë të mbeturinave komunale nga zonat e fshatrave të Malësisë dhe në gjitha lokacionet e identifikuara si problematike dhe të cilat me potencial për të qenë deponi të egra, ne jemi në komunikim edhe me Ministrinë e Ekologjisë, por edhe me ndërmarrjen komunale që është publike e komunës së Tetovës, që në mënyrë të rregullt dhe permanente këto deponi të pastrojmë. Patjetër që edhe brenda këtij muaji kemi një aksion me një partner ndërkombëtar i ashtu quajtur Generalka, që do të ketë pastrim, të gjitha deponive të egra brenda qytetit edhe në komunën e Tetovës, pra edhe në kuadër të këtij aksioni, por edhe në mënyrë permanente ne do vazhdojmë që të punojmë për një qytet më të pastër. Pikërisht shkaku i mbrojtjes së Sharrit nga krijimi i deponive jo legale dhe investimi në mirëmbajtje detyroi Parkun Nacional Kombëtar që të vendosë taksën për gjitha makinat që do të ngjiten në rrugët e Sharrit. Makinat do të paguhet 150 denar, edhe pse insistimi ka qenë që të paguhet në personat që do të hyjnë, unë kam insistuar që të jetë në makinat të cilët e ndodhin ajri. Kështu që do jetë shumë mirë, mendoj që do mundohemi që edhe të mbajmë edhe më pastër edhe parkun kombëtar, edhe të iniciojmë ndonjë iniciativë të tilla që të zhvillojmë parkun më së miri, edhe pse ne si drejtori jemi me vetë financim, do jetë një projekt i cili do t'i ndihmojë drejtorisë shumë. Numri më i madh i deponive në Malin Sharr janë në fshatrat më të largët malore ku edhe pse nga komuna, Ministria e Ekologjisë janë pastruar disa herë, sërish nga disa banor të pandërgjegjshëm, formohen të njëjtat bri rrugëve.